Nis protesta maratone opozitës në emër të votës së lirë. Njëra protestues u grumbulluan fillimisht në sheshin Skënderbej, e preande janë zhvendosur në bulevardin Dëshmorët e Kombit për të mbledhur përpara kryeministrisë. Kryesocialisti Rama ka dyshuar akuzat e ashpra ndaj kryeministrit Berisha si autorin e vjedhjes së madhe të votave, ndërkohë që për herë të parë ka artikuluar se ndërkombëtarët sipas tij janë për hapjen e kutive. Miqtë dhe partnerët tanë europian nuk kanë për detyrë të zgjidhin problemet tona. Nuk janë këtu as për të qeverisur Shqipërinë, as për t'i bërë opozitë qeverisë. Ata e kanë ndihmuar dhe ndihmojnë Shqipërinë, pavarësisht se kush është në pushtet dhe kush në opozitë. Miliona shqiptarë që na ndjekin sot, le ta mësojnë se kutitë e votimit nuk na i mbajnë mbyllur miqtë tanë europian dhe as nuk do të na japin ata. Kutitë e mbyllura të 20 qershorit i mban mbyllur Sali Berisha dhe duhet i hap Sali Berisha. Mos u fshi, as pas integrimit, as pas ndërkombëtarëve, as pas atij mikut të huaj që del në ëndër dhe thot Sali mos i hap kutit se ndalon ligji, po hapi kutit përpara sa populli sovran detyrojë të largohesh bashkë me kutit. Opozita nisi në këtë mënyrë ditën e saj të parë të protestës së madhe të organizuar ndonjëherë nga politika shqiptare. Protestë e cila sipas Ramës do të përshkallëzohet edhe në javët në vijim deri në hetimin e plotë të zgjedhjeve. Nëse kutit do të mbahen forcërisht të mbyllura, ne do të kërkojmë me forcë largimin e qeverisë dhe zgjedhjet parakoshme. Nëse parlamenti s'ka forcë të bëjë një ligj për të hapur kutit, atëre s'ka as pse vetë parlamenti të qëndrojnë mbi kutitë e mbyllura. Përfaqësues të partive opozitare, jo vetëm të spektrit të majt, por edhe atij të djathtë kanë bërë thirrje Berishës që të hap kutitë e votimit, ndërsa akuzuan kryeministrin Berisha si personin që sot mban peng integrimin e vendit. Manipulimi i zgjedhjeve nga ky kryeminist është bërë vetëm për një qëllim, që të konsolidojë tiraninë në Shqipëri, duke kthyer atë në një dinasti të familjes vet. Por a do ta lëm ne zotri këtë dinasti makabër ta drejtoj? Jo, thoni ju, ne prandaj jemi sot këtu. Kriza jonë nuk është mungesa e opozitës në kuvend, por kushtimi i kuvendit në një shumicë e paligjshme që nuk e ka votën e popullit. Shqiptarët s'mund pranojnë që qeverit të krijohen me blerje partish. Partia Demokratike u bashkuan me protestat e opozitës, sepse ajo provoi me fakte se vota demokracianëve, vota e qytetarëve shqiptar është vjedhur. Në Bruksel shkohet me institucione të konsoliduara. Prandaj jemi të gjithë sot këtu, të majtë dhe të djathtë, për të dëshmuar Europës se ne jemi të gatshëm. Ne duam demokraci, ne duam votë të lirë, ne duam shtetës së drejtës. Pas përfundimit të më shumë se 90 minutave të deklaratave politike, ku politikanët konfirmuan se nuk tërhiqen as nga bojkoti as nga kërkesa sipas tyre legjitime për hetimin e zgjedhjeve, në bulevardin Dëshmorët e Kombit përpara kryeministrisë janë vendosur çadrat në të cilat gjatë natës, duke u gdhirë shtunë, u planifikua të qëndrojë afro 2000 protestues e pjesën më të madhe të deputetëve socialistë kryesuar nga kreu i opozitës Edi Rama. Sipas organizatorëve, këto 10 orë do të ndrohen protestuesit me grupe të tjera, ndërkohë që ditën e shtunë do të mbërrinë në kryeqytet dhe simpatizantë mbështetës të opozitës nga qarqe të tjera të vendit.